Është inauguruar të dielën e 1 qershorit në ditën ndërkombëtare të fëmijëve rikonstruksioni i plotë i Bibliotekës Publike Pjetër Budi Mat në një aktivitet të veçantë. U bë rihapja zyrtarisht e këtij institucioni që do të vijojë të jetë në shërbim të dashamirësve të librit. Në ceremoninë inauguruese morën pjesë kryetari në detyrë i Bashkisë Mat Myslim Zeneli, deputeti zgjedhur Agron Malaj, drejtuesja e organizatës Vizion OJF, e cila ka financuar projektin Suela Koçibellinj, nënprefekti i Matit Hasan Pasha, mësuese intelektual Matjan, shkrimtare, poet si dhe dashamirës të librit. Të pranishmit vizituan fillimisht mjediset e brendshme të rikonstruktuara të bibliotekës, e më pas ndoqi një historik të transformimit të këtij institucioni, qoftë si objekte, qoftë në pasurimin me libra të rinj. Kryetari në detyrë i Bashkisë Mat Myslim Zeneli tha se tashmë të gjithë ata që do ta frekuentojnë këtë bibliotekë kanë kushte më të mira falë dhe financimit të Vizion OJF. Nga sot e tutje, qyteti tonë shtohet dhe një objekt i cili ka pas pikëri shumë të madhe, jam i sigurt që qytetarët do ndjen shumë komod. Mirënjohje pafund për gjithë ato që kontribuan për punën, mirëmbajtjen si dhe financimin e saj. Veçanti duhet shquaj zonjën Suela, e cila nuk është as i pari, besoj dhe i fundit, që ka kontribut të jashtëzakonshëm në shumë objekte në rrethin e Matit. Mirënjohje në të zonë bibliotekë. Ish kryebashkiaku Agron Malaj, tashmë deputet i dal nga zgjedhjet e 11 majit, tha se këto investime i shërbejnë të ardhmes, ndërsa drejtuesja e Vizion OJF Suela Koçibellinj përçoi mesazhin se përmes edukimit bota bëhet më e bukur. Ne përvojmë bibliotekën e qytetit Buvelit, po të Bashkisë Matit, ku du të falenderoj veçanti Suelën që sbashku ishte një ndër njerëzit që e miratojnë shumë shpejt kërkesën që bëm ne atëherë në Bashkinë e Matit, ku them dhe sot jam shumë i befasuar, ku shikoj këto ambiente, ku ne në vizitën e fundit që ishim së bashku, kishin tjetër qasje, sot e shikoj në kushte bashkohore dhe jam shumë i lumtur. Kjo që takëzojnë fëmijët, takëzojnë gjithë lexuesit dhe shumë faleminderit Suela dhe shpresojmë të jemi akoma më shumë në projekte të tilla të bashkë. Është moment krenarie, është moment lumturie, sepse mendoj fort edhe besoj fort që përmes edukimit, arsimimit, literaturës, librit, bota bëhet më e bukur edhe jemi më të pasur në mendje dhe në shpirt. Absolutisht është edhe 1 qershori, gëzuar 1 qershorin, edhe ju që jeni të rritur, uroj të rigjeni herë mbas here fëmijën brenda vetes, sepse duhet ta kemi, se ndoshta kur kujtohemi për fëmijën brenda vetes, kujtohemi pak më shumë për fëmijët e tjerë që kemi rreth rrotët, edhe unë faktikisht të doja shumë. Thirrje për deputetin kjo, uroj që në parlament të përfaqësosh fort zërin e fëmijëve dhe nevojat e fëmijëve, sepse me ata vazhdon jeta, ne tjerët kemi bërë një cikël jete dhe shkon duke mbaruar. Edhe për kryetarin ose për kudo që do të marrë një post drejtues dhe vendimarrës, ju lutem mendoni për fëmijët se ata janë e tashmja dhe ardhmja. Gëzuar festën, ta gëzoni bibliotekën. Studiuesi i mirënjohur Behar Gjoka, i pranishëm në këtë event, tha se rikonstruksioni i kësaj biblioteke tregon vëmendjen ndaj të ardhmes. Të këndosh diçka për 1 qershor garanton të ardhmen. Dhe madje, duke garantuar me një bibliotekë tashmë të rikonstruktuar, është nga ato shanse që ne mund ta kthejmë vëmendjen te nesmja, te sotmja, mund ta kthejmë vëmendjen te perspektiva, do të thoshe, që ka një vend, një kom e kështu me radhë. Është për tu falendëruar gjithë ata që e ideuan, që e menduan dhe që sot e realizuan. Sepse për mua, një qytet pa bibliotekë do ishte i shkurtër, do ishte i mirë. Duke u kthyer te biblioteka, do të thoya që është nga ato raste që na jep mundësinë për të kuptuar që ka një perspektivë ky vend, ka një perspektivë edhe ky qytet. Dhe sfundi. Për mua është kënaqësi e veçantë që ka emrin Pjetër Budi. Momentin që bashkohet një mjedis si ky, një bibliotekë ku ofrohet shërbim, ku ofrohen libra, ku ofrohet dije, dhe një emër i madh nuk është thjesht Matjan Pjetër Budi. Pjetër Budi është figurë kombëtare, madje nga sa unë kam parë, është më gjerë se sa kaq, është nga ta figura që ishte i njohur, do të thoshte, në shkallë ballkanike më gjerë. Me rëndësi shumë të madhe pikërisht ky fakt. Biblioteka dhe emri që na krijon një shans që le të jemi nipa, stërnipa, mbesa të Pjetër Budit. Urime, egzofshi dhe es marsi.